E mbaj mend shumë mirë herën e parë që kam vizituar Dubain. Tani bën ndoshta 25 vjet që nga hera e parë. Në atë kohë Dubai nuk ishte fare Dubai që është sot. Shumë gjëra nuk ishin. Ose më mirë them thuajse i gjithë qyteti nuk ishte. Sapo kishte filluar të merrte famën e njërit prej qyteteve që po zhvilloi shpejt në botë. Një qytet ku luksi përziehej me investime të jashtëzakonshme, ku vendasit kishin filluar të mirëprisnin të huaj dhe ku thoshin se shpejt të huajt do të kalojnë edhe vetë vendasit. Ishte një qytet ende i vogël. Besoj në atë kohë nuk ishte më shumë se sa 400-500.000 banor, ku kishin filluar të shfaqeshin britanik, amerikan dhe padyshim me një shumicë të jashtëzakonshme indian, pakistanez, bangladeshës dhe gjithë kombësitë e tjera të botës. Duhet të ketë qenë viti 2001. Më kujtohet që ngado që lexoja lajme, Dubai ishte në qendër të vëmendjes. Flitej për të kudo. Ishte ideja e palmës që kishte filluar të zhvillojë, kishte filluar të zhvillojë bota, ishin ndërtuar rrugët kryesore dhe dy ndërtesat më të larta të asaj kohe ishin Emirates Tower, dy godina ku ndodheshin edhe zyrat e Emirates Airways. Ishte një nga udhëtimet ndoshta më interesante që kam bërë. Në atë kohë nuk kisha vizituar akoma asnjë prej vendeve të lindjes mesme edhe as të botës arabe. Sot që i kam vizituar të gjitha, me përshtim të Jemenit, mund të them pa diskutim se Dubai ishte i pari. Dhe është një histori në fakt e jashtëzakonshme, është një prej atyre historive që shumë veta e përmendin, shpeshherë postimet ndryshme nga mënyra si ka qenë dhe si është bërë Dubai rikthehen vazhdimisht në rrjetet sociale, në Instagram, TikTok. Historia është akoma më interesante. Disa vjet më parë bisedoja me Muhamet Alabarin, njërin nga po e quaj ideatorët e ndërtimit të Dubait, lidhur me atë se si u zhvillua Dubai. Vetë Alabari ka një histori shumë interesante. Ai mbaroi shkollën në Dubai si një nxënës ekselent i një familje të jetë varfër, po pati fatin të ishte në të njëjtën shkollë me princin trashëgimtar të Dubait. Më pas u largua për studime në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më pas përcakon Singapur, dhe kur u kthye sërish, dhe u kthye ndoshta 7 vjet mbas qëndrimit në Singapur, princi e pyeti, çfarë është një gjë që na mungon në Dubai? Na mungon real estate, i tha. Të pak në ky rrëfimi që Alabari më ka bërë në intervistat që më ka dhënë gjatë tyre kohëve. Atëherë duhet ta bëjmë, i tha princi. Nisën idenë të ndërtonin një kompani real estate, por zbuluan shumë shpejt që nuk kishin çfarë të shisnin. Nuk kishin çfarë të ofronin për blerësit e huaj dhe mbi të gjitha nuk ishte shumë kollaj që t'i bindje blerësit që të bëheshin pronar i një real estate, pra i një banese ose diçka e tjetër në Dubai. Historia nisi këtu. Është një nga historitë në fakt që sot mund të quhet një histori tipike suksesi. Sot Dubai është qyteti i 5 më i vizituar i botës. Ka rreth 16 milion, 17 milion vizitorë në vit dhe shumë shpejt pretendon të kapi 20 milionin dhe të shkojë në 25 milion në vitin 2030. Është një prej ambicieve që duken të çuditshme, por që është lehtësisht e kuptueshme dhe e pranueshme tani, mbas gjithë atij ndryshimi që Dubai ka bërë. Vetë princi Dubai Al Maktoumi para disa kohësh në intervistë thoshte që kur unë thosha njerëzve që do të ndërtoj kështjella mbi ujë, shumë prej tyre talleshin me ëndrat e mia. Sot i ftoj ata të vinë dhe ta prekin vetë, të ecin me këmbët e tyre mbi këto kështjella mbi ujë. I ftoj të vinë në palmën e famshme, në ishullin e botës, apo në ishujt e tjerë që po ndërtohen në Dubai. Në fakt që nga momenti i parë që Dubai vendosi të ndërtonte real estate-in dhe të zhvillonte qytetin për ta kthyer atë në një qytet të jashtëzakonshëm shërbimesh, biznesi dhe shumë gjëra tjera, nuk ishte edhe aq e lehtë. Fillimisht u mor një kazermë në qendër të Dubait, një kazermë ku ishte vendosur ushtria me një sipërfaqe gjigande, po krejtësisht kretir që si vlente askujt. Pikërisht në atë kazermë që u transferua diku tjetër, filloi ndërtimi i downtown Dubai. Aty ku sot është godina më e lartë e botës, Burj Khalifa. Aty ku sot është fontana e famshme dhe Dubai Mall. Molli
më i madh i botës. Pra një prej historive të çuditshme. Nisja nga një kazermë për të kthyer në një nga zonat e real estate-it më ekskluzive të globit. Në fillim shumë prej pallateve dhe apartamenteve u shitën me çmime krejtësisht modeste. Kujtoj që në fillime, në Burj Khalifa, apartamentet janë shitur edhe me $700 metri katror. Më pak se ç'vlen sot një apartament në Tiranë. Por ishte fillimi. Sot mund shkoj edhe 25, dhe 28, dhe 35.000 në vende më ekskluzive dhe në pamje më ekskluzive metri katror. Imagjinoni transformimin e këtij qyteti. Gjithë pamja që po shihni përballë nuk ekzistonte në kohën që unë shkova për herë të parë aty. Nuk ekzistonte pjesa e marinës, Dubai Marina. Nuk ekzistonte akoma Palma. Nuk ekzistonte akoma dhe nuk ishte ngritur deri në fund Burj Al Arabi. Ishte thjesht një qytet i cili ngrihej në dy anët e rrugës Sheikh Zayed dhe që ishte padyshim një qytet që duke që po zhvilloi vrrullshëm. Një qytet ku aeroporti ishte ende i vogël, nuk ishte ndërtuar ende aeroporti sotëm dhe padyshim që nuk ishte plan për aeroportin që pritet ndërtohet, që mendohet se do të jetë një nga më të mëdhenjtë e globit. Që nga ajo kohë kam ardhur në Dubai pothuajse çdo vit, ndonjëherë edhe 2 herë në vit, ndonjëherë tjetër pak më rrallë. Qyteti ndryshon çdo ditë, trafiku është shumë herë më i ngarkuar. Vendet që mund vizitosh janë të panumërta. Vështirë që të gjesh një restorant apo një hotel në botë që mos ta gjesh në Dubai. Madje mund të gjesh nga të gjithë vendet e botës. Atë që se gjen në Europë po e gjen në Kinë mund ta gjesh në Dubai. Atë që se gjen në Kinë po e gjen në Amerikë mund ta gjesh në Dubai. Atë që e gjen në Amerikë po se gjen në Europë po ashtu mund ta gjesh në Dubai. Dubai duket sikur i ka mbledhur të gjithë. Historia e Dubait ishte një histori suksesi e cila nisi jo vetëm nga dëshira për ta kthyer atë në një nga qytetet më të vizituara të botës, por edhe nga ankthi dhe nevoja që mbarimi i naftës dhe i gazit, pra mbarimi i asaj që quhej pasuria më e madhe e botës arabe, sepse Dubai nuk kishte sasi të Abu Dhabit, të mos ta gjente qytetin pa përgatitur. Ishte në fakt një qytet i cili u ngrit fal vizionit të jashtëzakonshëm të familjes që drejtonte, familjes Maktumi. Sot është padyshim një prej vendeve që në botë është i pakrahasueshëm. Natyrisht nuk e ka historinë e Europës. Natyrisht nuk e ka historinë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Natyrisht nuk e ka historinë e Azisë, por është një vend ku komoditeti është i jashtëzakonshëm, ku një familje që ka fëmijë mund të shkojë të pushojë në kushte që nuk do t'i gjente askund tjetër. Është një qytet ku biznesi është në nivelet e tij më të larta. Është një qytet i cili po zhvillohet në çdo drejtim, ku mjekësia ka arritje gati të pabesueshme, ku shkollimi ka arritur nivele të pakrahasueshme me pjesë tjera të botës. Të gjitha ndoshta fal parave mund të dikush, dhe jo vetëm. Është një prej historive të suksesit, është një prej historive që bota arabe ka filluar ta imitojë. Është një prej atyre historive që sot po reflektohet në Abu Dhabi, po reflektohet në Dubai, në Doha, po reflektohet madje edhe në Arabinë Saudite, në Bahrein diçka më herët. Po reflektohet në Riyadh apo në Jeddah, në investimet e mëdha në detin e Kuq apo në zonën e Alulës. I pari ishte Dubai, që nisi pak nga pak me 2 avion të marrë nga Pakistani në vitin 1985 për të ngritur Emirates, linjën ajrore që sot është një nga më të mirët e botës. Ishte Dubai i pari i cili vendosi të lejonte alkoolin për të huajt, që lejonte një jetë pak më liberale, pak më ndryshe, ku të huajt mos ndiheshin të izoluar dhe të mos ndiheshin që ishin një vend që kishte rregulla të ndryshme nga vendet prej nga ata vite. Sot jetojnë. Dubai është absolutisht një prej historive të suksesit gjithë lindjes mesme dhe botës arabe. Shihni pamjen fantastike të Burj Al Arabit. Hotelit me 7 yje ishin të parët që vendosën ta ngrejnë këtë hotel në formë me një vele të futur në det me ishull artificial. Kur e ndërtuan, e kuptuan që publiciteti që erdhi prej tij ishte shumë herë më i madh se sa çdo investim që ata kishin bërë pikërisht për të ndërtuar këtë hotel. Jumeirah Beach, ku është ndërtuar hoteli, është një nga zonat sot më ekskluzive të Dubai. Gjërat pasaj ndryshojnë me shpejtësi. Përballë po shihni një tjetër hotel të famshëm, Atlantis Royal.
Një prej hoteleve i cili konsiderohet sot një hotel luksi me thuajse 1000 dhoma. Imagjino që të ruash standardin e luksit me 1000 dhoma. Është një prej gjërave që Dubai e tregon ende sot me krenari. Paka shumë, historia e Dubait reflekton të gjithë zhvillimin e botës arabe. Është historia e vendeve të cilët për shumë shekuj ishin thjesht tregtarë. Shisnin dhe blinë, udhtonin me karavanet e tyre për të transportuar mallrat nga një cep i botës në tjetrin. Ndërsa sot po mundohen ndërtojnë një vend stabil. Një vend ku turistët të ndrojnë vinë dhe mbi të gjitha një vend ku turistët largohen të kënaqur. A do t'ja dalë Dubai të shndrohet në një prej destinacioneve kryesore të botës? Nuk di ta them këtë. Sot ka shumë vende në botë që po tentojnë marrin statusin e vendeve më të vizituara apo të vendeve me një biznes zhvilluar. Por një gjë është e sigurt. Dubai është një histori suksesi që po ndiqet nga shumë tjerë. Është një histori në fakt që nuk ngrihet vetëm mbi paranë, siç mendojnë shumë vetë. Është një histori që në radhë parë ngrihet mbi besimin për t'ia dalë. Ngrihet mbi vizionin që ata patën për të ndërtuar një vend krejtësisht ndryshe, një qytet krejtësisht ndryshe, një qytet ku e ardhmja e fëmijëve tyre ishte më e mirë, një qytet ku ata të krenoheshin në të ardhmen edhe me vetë europianë. Shiheni se tani ju ofruam Atlantis Royal, i cili së bashku me Atlantisin tjetër, që është vetëm pak, ndoshta 2-3 kilometra më tutje, përbën një nga hotelet më të njohura të botës sot. 25 vjet më parë, Dubai ishte shumë ndryshe. Po gjithsesi, mua m'la impresion të çuditshëm, impresion në një qyteti që po ndronte shpejt. Sot, pas 25 vitesh që vizitoj, jam krejtësisht i bindur që ndoshta ndjesia që pata në atë kohë nuk më shgënjej. Sot Dubai është vërtet një qytet i vlerësuar. Ka shumë njerëz që nuk e pëlqejnë, dhe është normale, sepse është një qytet i ri, një qytet që duket falso, një qytet që nuk i duken shumë prej gjërave që ti mund të gjesh në Europë apo në vende tjera. Por është një qytet komod, një prej atyre qyteteve që në botë të ndjellin ti vizitosh.